Përshëndetje miq, uroj të jeni mirë dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Unë jam Andalina nga sofra ime dhe ndaj me ju receta të thjeshta të shpejta të cilat I përgatis për familjen time. Sot kam përgatitur këto pitet kaq të mira, pambuk të buta, me një shije dhe aromë fantastike. Janë një ide mjaft e mirë për t'u marrë me vete në punë, në shkollë dhe kudo, të përshtatshme për çdo vakt. Qëndroni me mua t'i përgatisim së bashku. Në një enë do shtojmë 200 ml qumësht, 30 ml vaj ulliri, një vezë. Nëse dëshironi për aromë të mirë, vajin mund ta zëvendësoni me gjalp ose vaj ule dielli, një lugë gjelle maja, një lugë çaji sheqer. Nëse dëshironi ta shmangni sheqerin, I cili ndihmon majan të aktivizohet, mund ta zëvendësoni me një maj luge mjalt. E përzijem masën shumë mirë dhe do vazhdojmë duke shtuar miell. Unë kam shtuar rreth 500 gram miell, e shtojmë pak e nga pak duke vazhduar dhe me pak krip. Fillimisht e përzijem me ndihmën e një luge për të parë konsistencën e brumit, më pas shtojmë miell, pjesën tjetër të miellit, pak e nga pak, duke e punuar masën me dorë derisa të na formohet një brum I butë, por jo I ngjitur. Mund ta punoni me dorë, mund ta punoni me rahes elektrik. Unë e kisha më të thjeshtë dhe më praktike me dorë, edhe pse rahasin elektrike kam në shtëpi, por mund të punohet shumë thjesht. E vendosim të pushoj për rreth një orë, sa më shumë pushon, aq më I mirë bëhet. Dhe pasi ka pushuar tavolinën e punës, shtojmë pak miell ose nisështe, në mënyrë që të mos na ngjisi, pasi brumi pasi pushon bëhet pagës I ngjitur. Këtë do ta vini re edhe nëse do ta provoni, por mos u shqetësoni, shtoni pak miell dhe nuk do ngjis as pak. E ndajmë brumin në pjesë të barabarta. Unë e kam ndarë në 4 pjesë, I japim formën e toptave dhe I mbulojmë me një anë me një pecet të pambuk në mënyrë që të mos na thahen dhe fillojmë hapjen e tyre. I hapim një nga një në formën e një pete të hollë, kështu si tregohet në video, dhe I mbushim. Mund t'i mbushni sipas dëshirës. Unë kam zgjedhur djathë dhe sallam të grirë në rende. Pasi vendosim mbushjen, do të bëjmë mbylljen, kështu si tregohet në video, shumë mirë, në mënyrë që të mos hapen gjatë pjekjes. Pasi I mbushim, do t'i hapim edhe pak që të marrin atë formën e petës në mënyrë që të piqen sa më mirë. Dua t'ju kujtoj se nëse jeni I ri në kanalin tim, mos harroni të bëni subscribe dhe të shtypni butonin e ziles, kështu do njoftoheni për çdo recetë të re të postuar. Gjithashtu ju sugjeroj që ta ndiqni videon deri në fund, pasi do ju shfaqen videot më virale dhe më të pëlqyerat nga ju dhe kështu mund t'i ndiqni dhe të zgjidhni recetën tuaj të preferuar. Do vazhdojmë kështu me të gjithë masën e brumit dhe pasi I kemi bërë gati, do t'i pjekim në një tigan që nuk ngjit, të lyer her pas here me gjalp ose me pak vaj me ndihmën e një peneli dhe do t'i pjekim në zjarr të ngadalt duke I kthyer her pas here me kujdes. Pasi I kemi pjekur, I vendosim në pjatë dhe sipërfaqen mund ta lyeni me pak gjalp dhe majdanos. Kjo është sipas dëshirës, por unë ju sugjeroj që ta bëni, pasi do të qëndrojnë shumë të buta dhe do të marrin një aromë fantastike nga gjalpi. Dhe do vazhdojmë t'i pjekim një e nga një derisa të mbarojë e gjithë masa që kemi përgatitur. Siç e thash në fillim, është një ide mjaft e mirë për t'i marrë me vete në shkollë, në punë, janë të përshtatshme për çdo vakt dhe mund t'i konsumoni edhe të ngrohta, por edhe të ftohta, pasi janë pambuk të buta, qëndrojnë të buta edhe kur ftohen. Dua të kujtoj se është kënaqësi për mua të mësoj se nga cili vend I Shqipërisë apo I botës më ndiqni. Nëse keni dëshirë, mund të ma shkruani në koment. Dhe nëse ju pëlqeu kjo recetë, për të më mbështetur mund të bëni like
dhe të lini përshtypjen tuaj në koment ose të ndani mënyrën tuaj të përgatitjes përse jo. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe bashkë do dëgjohemi në recetën e radhës.